As kund në Kur'an nuk e ki një lajm që ti urdhrohesh prej Kosovës me shku në Qabe në Mekë. Dikon me 1.500 dollar, me konvertu në euro i ka ro, nështë 600 euro. Sa të ki për me shku me euro, dikon të 8.500 në 1.000 euro. Nga aspekti financiar, ekonomik, është me... Kam disa shok të Shkupit, që ata jetojnë në Prishtinë. Edhe kanë thonë, ti atje jetu pagu tatimin në Prishtinë, s'do të me shku për mes Prishtinës. Aja është i lindën në Shkup. Prej Shkupit është me shku ma lirë, në Qabe. Apo në me ditën, pse janë qëtu dallime, edhe pse s'po me shku drejt, që shenë shku për para kom. Në gjërë, njërë mas pari herë, as një sultan që ka sënduk të ma shumë se 500 vjetë se kom Qabe. Tjetra, as kund në Kur'an nuk e ki një lajm që ti urdhrohesh prej Kosovës me shku në Qabe në Mekë. Nuk e ki. Një sure në Kur'an e ka emrin Suretul Hajj. Është në rënditje me numër 22. Dhe është tër tematika asaj sure në lidhje me Ibrahimin, Abrahamin dhe me njerëzit. Edhe haxhi ka të bëj me përpjekjen tonë ti me ngrit nivelin shpirtëror tonë, nuk ka me shku të ajo kadifja zez atje. Pa jo është bo trend.